Derisa ditët po numërohen drejt fundit të afatit për zgjedhjen e presidentit, asnjëra nga partitë nuk e bën të qartë se çfarë zgjidhje po ofron për këtë proces. Kryeministri Albin Kurti, i cili aktualisht ndodhet në vizitë zyrtare jashtë vendit, pritet që shumë shpejt të takohet me krerët e partive në vazhdën e diskutimeve për të gjetur një zgjidhje. Nga lëvizja vetëvendosje nuk e bëjnë të qartë nëse ka sinjale për kandidat konsensual, apo në të kundërtën do të vazhdohet me seancën e mbetur për zgjedhjen e presidentit, por theksojnë se do t'i shtirrin të gjitha mundësitë për t'i evituar zgjedhjet. Takimet kanë këtë synim, të gjejmë një gjuhë të përbashkët, të dalim nga le të themi kriza, e cila thjesht na përcolli për gjatë disa javëve të kaluar, se ta kanë çështjes së presidentit, do mendoj që posa zoti Kurti, kryeministri pra, të jetë këtu pas takimeve në Londër, do të vazhdojnë me takime edhe do të synojmë që të kemi një zgjidhje sa i takon çështjes së të parit të shtetit. Nga PDK dhe LDK nuk deklarohen nëse në takimet me Kurtin kanë emra konkret për president. Kjo çështje është e mbyllur, me që këtë temë ka mbyll zoti Kurti, presidentin e ka zgjedh, ajo është Albolena Axhiu. Ato do të mundohet ta mbaj jo vetëm 2 muaj, 3 muaj, po përtej 6 muajshit, i cili është i specifikuar edhe në gjykatë kushtetuese. Kemi thënë që na jemi të gatshëm të kontribuojmë dialogut edhe zgjidhjes edhe dhënies së vendit institucionin e presidentit, kështu që do të kontribuojmë për aq sa është përgjegjësia jonë. Normalisht që përgjegjësia më e madhe i vjen vetëvendosjes, edhe është në pushtet edhe ka numrin më të madh votave. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj thekson se me një marrëveshje do të arrihej zgjidhje. Jemi në zgjedhje. Pra, sikur të kishte dashur me presidenti, ajo din si shkojnë të punë, të procese. Ne kemi përvoja politike, disa herë kemi arritur me zgjedhje president. E pra ai nuk e ka hap paketën fare të qeverisë, do në qeverinë ku e ndali për veti. Kjo puna presidentit urnoni merren vesh. Një takim tjetër mes kryeministrit Albin Kurti dhe kryetarit të PDK-s Bedri Hamza pritet të ndodhë ditët në vijim.